Një ditë, vajza jote nuk do të kërkoj më ta mbash në krah, nuk do zgjohet në mes të natës, nuk do të kërkoj t'ja lidhësh këpucët dhe ndoshta nuk do të kërkoj që të shohësh vizatimin e saj të parë. Kjo sepse do rritet. Dhe dikush do ta pyes, si duhet të të trajtoj? Ajo nuk do të kujtoj çfarë ke thënë, por do kujtoj se si ja ke treguar ti atë gjë. Nëse ti ke respektuar nënën e saj, ajo do kërkoj respekt. Nëse ti e ke dëgjuar, ajo do kërkoj dikë që ta dëgjoj. Nëse ti e ke bërë të ndihet e vlefshme, ajo nuk do pranoj kurrë më pak. Sepse babai është burri i parë që i tregon vajzës se sa ajo vlen. Prandaj, për gjithë baballarët dhe sidomos për supermarsit, mos u mundoni t'i krijoni vetëm pasuri. Krijojini vetbesim. Kjo sepse një ditë kur mos t'jesh pranë saj, do jetë zëri yt që do t'i tregoj se çfarë ajo meriton.